Për 36 vjet ka ushtruar me pasion e përkushtim detyrën e mësueses, duke reflektuar vlerat më të larta të kësaj figure të nderuar. Irini Gozhita profesionin e ka nisur në një shkollë fshati, për të vendosur më tej në gjimnazin Asim Zeneli në Gjirokastër, ku si vjet numëron plot 33 vite si mësuese e kimis. Rrugtimin tim si mësuese e kam nisur në një shkollë të vogël 9 vjeçare në Vrisera, të Dropullit të Sipër, që kujtoj me shumë nostalgji. Ishin ditë plot emocione, përkushtim edhe sfida. Dhe çdo ditë ishte një mundësi për të mësuar nxënësit dhe për të mësuar dhe unë si mësuese. Pra mbi 30 vite ju i keni në gjimnazin Asim Zeneli, një shkollë me emër, të themi në Shqipëri, çka do të thoshte përgjegjësi për ty? Erdha mësuese në gjimnaz, sigurisht që kur i ngjita shkallët, më kujtua kur isha nxënëse, po në këtë shkollë, dhe ndjeva me njëherë përgjegjësinë, sfidat që do kisha, kur pash një pjesë të madhe të ish mësuesve të mi, që i kisha idhuj. Dhe sigurisht, gjatë gjithë periudhës ndjeva gjithmonë ndihmesën nga ata, dhe kjo është një nga arsyet ndoshta që edhe sot jam këtu ku jam. Të punosh në gjimnazin Asim Zeneli, një institucion me traditë dhe standarde të larta, është një nder, por dhe një përgjegjësi e madhe. Ky gjimnaz ka nxjerr ose ka formuar breza nxënësish, të cilët janë të suksesshëm në fushat e ndryshme të jetës, dhe ky ishte një motivim për mua që të jepja maksimumin tim gjithmonë dhe të ruaja cilësinë e mësimdhënies gjatë gjithë kohës. Ajo gëzon respekt e kolegët e nxënësit e saj të shumë ndër vite, jo vetëm si mësimdhënëse, por edhe për vlerat njerëzore që ajo mbart. I kam njohjet shumë të hershme. Në shtator të vitit 2000, unë kam filluar si mësuese pranë gjimnazit Asim Zeneli, pas një përvoje 2 vjeçare pranë pedagogjikes. Dhe të mendosh që nga viti 2000 deri në 26 ku jemi aktualisht duke folur, Irini ka qenë pjesë e gjithë curisë time. Unë jam rritur nga plejada e grupit të mësuesve ku bënte pjesë dhe Irini. Kam gjetur një frymë shumë të mirë në këtë shkollë dhe prandaj mësuese Irinin e kam si ajgur i çmuar që ka ngelur në lëndët shkencore në gjimnazin Asim Zeneli. Arritjet e saj vren jo vetëm në aspektin profesional si mësimdhënëse, por edhe si njeri, me vlerat larta qytetarie. Nga ana tjetër e shohim një figurë, një mësuese e cila komunikimin dhe marrëdhëniet me nxënësit i ka në mënyrë aq të paqë, aq miqësore, por pa thyer kornizën e figurës së mësuesit, duke e bërë nxënësin për vete, pa krijuar në asnjëherë konflikte me nxënësit dhe ka fituar vetëm dashuri. Një moment tjetër që doja të theksoja për Irinin kanë qenë dhe përgatitjet që ajo ka bërë për nxënësit për Olimpiada. Ka qenë e suksesshme sidomos vite më parë, pasi ka rënë interesi i nxënësve për pjesëmarrje në Olimpiada vitet e fundit për hir të së vërtetës. Do të ndalesha, le të themi, tek stacioni i fundit i arritjeve të saj, pjesëmarrja në festivalin e shkencës që është organizuar si risi nga Ministria e Arsimit dhe normalisht në shkollën tonë. Në 9 fazën e parë që u organizua në rang shkolle, u përgatitën 6 projekte, nga të cilat njëri ishte grupi i ngritur nga mësuese Irini me 5 nxënës, të cilët duke vënë në shfrytëzim njohuritë e lëndës së kimisë, arritën të përgatisin parfumin duke shfrytëzuar këto njohuri. Dhe ky grup doli fitues bashkë me 2 projekte të tjera në rang shkolle dhe tashmë prej datën 17 për t'u nënshtruar fazës tjetër në rang zëvaje. Dhe unë shpresoj shumë për mësuese Irinin, për grupin e nxënësve, por dhe për emrin e shkollës. Do të ishte një gur i çmuar në ecurinë e Irinit suksesi me këtë projekt. Keni punuar me breza të tërë nxënësish. Sa krenar ndiheni për nxënësit tuaj? Shumë krenare ndjehem për nxënësit e mi. Nxënësit, kur shikoj që nxënësit e mi arrin, ja dalin në shkollën e lartë,
janë të suksesshëm në të gjitha fushat e jetës dhe rikthehen në shkollë dhe ndajnë me mua arritjet e tyre, nuk ka kënaqësi më të madhe. Ka shumë nga ata që kur vejnë në vitin e parë universitet, na dërgojnë mesazhe në vitin e parë. E mora kimin shumë mirë, e mora kimin 10, ose kur shkojnë në jashtë shtetit, në mjekësi zakonisht që ju duhet kimia, e mora shumë mirë dhe ne ndihemi shumë krenar dhe kuptojmë që profesioni ynë është një mision që luan një rol të rëndësishëm në formimin e nxënësve. Së bashku me shoqërinë, ka ndryshuar edhe perceptimi për figurën e mësuesit, shka Irini e përkufizon kështu. Në qoftë se më parë, mësuesi ishte një autoritet absolut, si në shkollë edhe në komunitet, sot marrëdhënia mësues, nxënës, prindër është një bashkëveprim më i mirë. Dhe për mua kjo ndikon shumë edhe në formimin e fëmijëve dhe të nxënësve. Ndoshta respekti që ishte më parë ishte dhe pak i imponuar, po tani mua më duket se marrëdhëniet janë pak më korekte, që i bëjnë fëmijët, domethënë, më pak të kompleksuar. Në qoftë se do ta ktheni kokën pas në këto rreth 4 dekada punë në arsim, do ta zgjidhit ta bënit sërish këtë profesion? Do ta zgjidhja sërish, sepse krahas përkushtimit, sfidave që ka, të jep një kënaqësi shumë të madhe. Kur ndjen që nxënësit e tu arrin suksese në të gjitha fushat që ata dëshirojnë. Këtë rrëfim të shkurtër, ajo e mbyll me një mesazh për të rinjtë që kanë zgjedhur mësuesinë. Punën e mësuesit mos ta shikojnë vetëm si punë, po ta shikojnë si mision. Dhe ata të jenë të përkushtuar, të kalojnë sfidat, të duruar dhe të gatshëm për të mësuar gjëra të reja, se kjo është një armë shumë e rëndësishme për mësuesin.